Gjykata e posaçme ka liruar nga qelia dhe ka vendosur masën arrest të shtëpie për CEO-n kines të kompanisë Bunkers Petroleum, Hongping Xiao. Ky i fundit ishte i vetmi që ndodhej në masën arrest në burg për këtë çështje, ndërsa të gjithë të pandehurit të tjerë janë në masa më të buta si arresti i shtëpisë. Në nëntor, GKK-OS vendosoi masën e sigurisë nga arrest me burg me arrest të shtëpie për ish drejtorin e Bunkers Petroleum, Leonida Çobo. Kujtojmë se Çobo së bashku me Hongping u arrestua në datën 2 korrik të vitit 2025 pas një operacioni të ndërmarrë nga prokuroria e Fierit, e cila lëshoi 14 masa sigurie për drejtues, ish drejtues dhe punonjës të Bunkers Petroleum. Në Bunkers Petroleum u zbulua një skem abuzimi me miliona euro dëm shtetit. Zyrtarët akuzohen për veprat penale, fshehje të ardhurave, pastrim parash, shpërdorim detyre dhe moskryerje detyrash nga organet tatimore.